Partia Demokratike e Vlorës dhe opozita protestoi pas ditën e së premtes përpara bashkisë në një orë kur Partia Socialiste po festonte 35 vjetorin në sheshin e Flamurit. Protestës u bashkuan edhe qytetarë, ndërsa mesazhet ishin ato të keqeverisjes dhe largimit të pushtetit nga qytetarët. Nënkryetaria e Partisë Demokratike të Vlorës, Eral Bakreshpa, tha se Shqipëria po boshatiset nga të rinjt. Partia Demokratike nuk është kundër zhvillimit, por është kundër padrejtësive, ka thënë ajo. Ne nuk jemi kundër zhvillimit. Ne nuk jemi kundër investimeve, ne jemi kundër padrejtësisë. Jemi këtu për të kujtuar se pas çdo statistike, ka një nën që nuk gjen ilaçet, një pensionist që nuk mbyll muajin, një i ri që largohet nga vendi dhe një familje që humb shpresën. Dhe kur qytetarëve u merret shpresa, ata nuk heshtin, ata ngrihen. Sot Vlora ngrihet, sot qytetarët ngrihen, sot po i themi pushtetit se nuk do të heshti më. Shqipëria meriton më shumë, Vlora meriton më shumë, dhe ne do të vazhdojmë të ngrem zerin derisa të dëgjohemi. Nuk mund të hesht, kur kjo qeveri gjen para për të financuar terapi hormonale falas për të mitur, ndërsa qytetarët shqiptar luftojnë çdo ditë për shërbimet më bazike shëndetësore. Sekretari antikorrupsionit në Partinë Demokratike të Vlorës, Rezembrik Serjani, foli për shifrat milionshë të korrupsionit që sipas tij kanë ngëryer këtë qeveri. Një pushtet qendror diabolik 13 vjeçar, i cili metastazat e korrupsionit i ka hedhur në Vlorë, duke ngritur monumentet më të mëdha të korrupsionit, dhe duke vazhduar mëtej me një pushtet vendor që ka afro 30 vite, që shkel çdo ditë, çdo orë, çdo minutë, vullnetin, dignitetin dhe të drejtat e këtij qyteti. Vlora është në gjendje të jashtëzakonshme. Prandaj, nga ky shesh, si thirrje revoltës popullore, i them kreut të sektit: Edi Rama, o i papur, jep dorëheqjen nga sheshi Flamurit, nga sheshi Kombit, sepse mallkimi shkatrimit që i bëre atij sheshi, shkatrimit që i bëre Vlorës, do të përdjeg ty dhe shpurën tënde të ajtutërisë. Për 13 vite jesh ndruar në xhelatin e këtij kombi, si antishqiptari më i madh i të gjitha kohërave. Jep dorëheqjen, jep dorëheqjen, jep dorëheqjen. Ish kryetari i Partisë Demokratike të Vlorës, aktualisht këshilltar në Këshillin Bashkiak, Atirt Hoxha, tha se sot është koha që të gjithë të protestojnë. Po jetojmë ne në një qytet më të mirë? A janë rrugët tona më të mira? A kanë familjet vlonjare më shumë orar me furnizimi me ujë të pishëm? A kemi ne më shumë plazhe publike? A kemi ne më shumë shërbime? A kemi ne më shumë institucione apo më pak institucione me këtë qeverisje? Përgjigjen besoj se e dim të gjithë. Sot kemi centralizim të gjitha shërbimeve. Institucionet që largohen nga qyteti, shërbimet që vështirësohen, qytetarët që detyrohen të bredhin për të gjetur elementin më minimal në institucionet shtetërore. Ky nuk është modernizim, ky është largimi i shtetit nga qytetarët. Shikoni çfarë po ndodh me burimet tona. Banorët e Trajgjasit, Dukatit dhe Radhimës, njerëz që protestojnë për ujin e tyre, për burimin e tyre, për të drejtën e tyre. Dhe pse? Sepse edhe burimi natyror po trajtohet si plaç për të ndarë me klientët e qeverisë. Shikoni portin detar, portin e Vlorës. Nuk ka më port, miqtë e mi. Porti i Vlorës ju është dhënë për interesa private, ndërkohë që qytetarët pyesin: ku është interesi publik tek ai investim që po zhvillohet? Nuk ka asnjë interes publik, vetëm dhe thjesht privat. Ndërkaq kërkesa kryesore e protestës së Partisë Demokratike ishte dorëheqja e menjëhershme e Edi Ramës dhe qeverisë.